Galeria Art Saranda ka çelur ekspozitën personale të skulptorit Agron Rushiti, artist shqiptar që jeton dhe krijon në Korfuz. Ekspozita sjell një përzgjedhje veprash në skulptur me fokus portretin dhe kompozimin dhe do të qëndrojë hapur deri në fillim të shtatorit, duke i ofruar qytetarëve dhe turistëve një tjetër aktivitet kulturor gjatë sezonit veror. Skulptori Agron Rushiti është autori që e pasuroi agjendën e Galerisë së Sarandës, duke çelur këtë ditë koriku ekspozitën vetjake në gjininë e skulpturës. Ekspozita e tij është pritur mirë nga artëtarësit e pranishëm në promovim, duke pëlqyer atë që e dallon, plastikën e veçantë. Përgjegjësi i galerisë Lefter Çeko prezantoi profilin e ekspozitës dhe rrugtimin e bërë nga autori Rushiti. Po të shikoni me vëmendje vetrat flasin për krijimtarinë e Agronit, rrugtimin e tij, vlerat e përcjell ai, tematikën që trajton e plastikën, me minimalizmin, me detajet të portretit, të familjes dhe motive të tjera. Ekspozita kombinohet me vizatime, që është një punë paraprake për të vepra arti, për artistët në përgjithësi. Duke u falenderuar të gjithëve dhe miqve artistë, kolegëve, profesorëve të Akademisë së Arteve që kanë ardhur për Agronin, respekte për të gjithë. Dëgjoj dy fjalë nga Agroni dhe të gjithë bashkë shikojmë ekspozitën e bukur që na shoqi Agroni në këtë moment. Agron Rushiti i lindur në Fier pasi studioi në Liceun Artistik e mëtej në Akademinë e Arteve Tiranë, mori diplomim në Itali për skulptur. Ai tha se është i lumtur që u mundsua çelja e ekspozitës së tij në Sarandë, që ka qenë një ëndër 15 vjeçare. Në promovimin e ekspozitës morën pjesë edhe ish pedagog të tij në Universitetin e Arteve, Vladimir Llakaj e Krishnik Xhiku. Në punët e sjella për ekspozitën e Sarandës, pikat tematika e gjerë realizuar në gjininë që Rushiti lëvron mjeshtërisht, sidomos portretin e kompozimin të frymëzuara nga momente të ndryshme të jetës. Emri dhe arti i tij është bërë i njohur përmes shumë ekspozitave kombëtare dhe ndërkombëtare në Itali, Norvegji e Korfuz, ku jeton aktualisht e punon duke ju dedikuar skulpturës, ndërsa kjo verë solli në Sarandë. Ekspozita do të jetë në Galerinë Art Saranda, e disponueshme për artëtarësit e Sarandës dhe turistët deri në fillimet e shtatorit.